Masa e sigurimit mund të jetë edhe ndalimi për të udhëtuar jashtë shtetit, mund të jetë edhe detyrim paraqitje, mund të jetë edhe arrest shtëpie. Kështu që përderisa organi akuzës nuk ka shkuar në kuvend dhe nuk kemi asnjë kërkesë deri tani, tregon që zonja Balluku mundet që t'i komunikohet një akuzë e cila nuk e kalon 5 vjeçin, që do të thotë deri në 5 vjet organi akuzës ka të drejtë që ta hetojë apo detyrën, pra edhe ne kemi parë që organi akuzës e shkel këtë detyrim, që do të thotë për veprat të cilat janë deri në 5 vite nuk kërkon vendosjen e masës së sigurimit personal. Kështu që besoj që akuza, por edhe me atë çfarë ne shikojmë në media, që dëgjojmë, akuza mund të jetë shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, dhe kjo është e sankcionuar në nenin 258 të Kodit Penal, paragrafi 2, i cili sankcionon se kur personi ngarkuar me funksion shtetëror apo në shërbim publik i veprimeve në kundërshtim me ligjin që rregullojnë lirinë e pjesëmarrjes së barazisë së shtetasve në tendera dhe ankande publike, kur kryet në vlerën mbi 800.000 lekë, që besohet të jetë mbi këtë vlerë, është paragrafi 2, ose ekuivalencë me monedë të huaj dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vite. Pra, kjo masë maksimale dënimi ka 5 vite edhe nëse provohet. Megjithatë, ajo është e pafajshme, përderisa ne nuk kemi një vendim gjyqësor të formës prerë dhe presupozohet që është e pafajshme, por ta marrim të mirëqenë që edhe nëse shkon në gjykatë dhe gjykata do të vendosë të tillë, kjo është një vepër e cila nuk dënohet, nuk është një vepër e rëndë penale. Dhe në respektim edhe të kritereve për vendosjen, përcaktimin e masës së sigurimit personal, prokuroria është treguar e drejtë, sepse në respekt edhe të neneve 228 dhe vijus të Kodit Procedurës Penale, ka vendosur që ta hetoj në gjendje të lirë zonjën Balluku. Dhe besoj të njëjtën standard duhet të kryej me të gjithë personat të cilët janë në hetim apo të cilët akuzohen se kanë kryer vepër penale për çdo vepër dhe për çdo qoftë ky person. Avokat, po tek masa e sigurisë, mendoni që do i komunikohet si është procedura në momentin që mund të njihet me akuzën aty për aty, apo do shkojnë kuvend për të kërkuar miratim, se futet e presidenti Berishës pastaj që den çfarë mase, çfarë. Për sa i përket masës së sigurimit personal, unë besoj që nuk kemi masë sigurimi personal. Do kemi thjesht komunikimin e akuzës, nuk kemi caktimin e masës sigurimit. Sepse komunikimi apo vendosja e masës së sigurimit personal, prokuroria është e detyruar që të shkojë në kuvend të marrë autorizimin. Pra do merrte më parë autorizimin, pastaj do ta njihte me akuzat për ta çuar pandeu. Jo, flasim për masën e sigurimit personal, nuk flasim për akuzën. Po, jo, në fjalën kush është përpara, nëse do ishte më shtrënguese, do ishte. Unë mendoj që ajo nuk do ketë masë sigurimi personal. Pra, gjatë asaj kohe do jetohet në gjendje të lirë dhe thjesht do kemi komunikimin e akuzave. Kjo është ajo që unë mendoj. Nuk besoj që prokuroria është treguar bujare me zonjën Balluku, sepse nuk i ka caktuar masë sigurimi personal. Por nga një anë kjo është diçka e drejtë, se përderisa ne kemi një funksionar publik që është në punë dhe është treguar bashkëpunues ka shkuar pranë organit të akuzës dhe nuk është larguar, dhe natyrisht edhe për shkak edhe të dyshimit të prokurorisë që dyshon se ajo ka kryer këtë vepër penale, pra një vepër që e ka maksimumin deri në 5 vite burg, ka respektuar kriteret e neni 228 dhe vijus të Kodit Procedurës Penale për mosvendosjen e masës sigurimit personal, sepse ligji e përcakton se kur mund të vendoset një masë sigurimi personal. Kështu që besoj që organi akuzës i ka parë gjitha këto rrethana dhe masën e dënimit që të përcaktuar nga neni 258 i Kodit Penal dhe jemi në këtë gjendje. Kështu që kjo nuk është për të paragjykuar organi akuzës. Unë jam i mendimit që prokuroria duhet që të jetë më e matur lidhur me saktimin e masës sigurimit personal,
Po ky standard duhet jetë i njëjtë për të gjithë, pra jo vetëm për zonjën Balluku, por edhe një qytetar i thjesht, normal, në mënyrë që t'i japi mundësi atij që të vijojë me normalitetin e tij të punës, por natyrisht edhe drejtësia bën punën e saj. Sepse në finale ne kemi edhe dënime alternative, të cilat do thotë jo domosdoshmërisht që personi i cili dyshohet se ka kryer një vepër penale apo akuzohet të shkojë në burg, sepse mund të bëjë dënim alternativ, ose me pezullim ekzekutimit të vendimit penal, ose me realizimin e punës në interes publik. Në qoftë se i qëndrojmë ca linjë hipotetike, ju thatë prokuroria u tregua bujare, po kryeministri mund tregohet bujare që ta lënë atë post për të vazhduar pra? Tani kjo i përket moralit politik. Pra, nëse zoti Rama do vijojë që të ecë me të njëjtin standard që ka ecur deri tani, që do të thotë ka ndjekur rrugën që i ka kërkuar, ose i ka kërkuar dorëheqje ministrave të tij, ose i ka shkarkuar ata. Pra kemi një sër ministra të cilët i ka marrë tu shembull zoti Tahiri, i cili e ka shkarkuar në atë kohë, apo edhe ndonjë ministër tjetër, po përgjithsisht ka dhënë dorëheqje, apo edhe rastin e zotit Beliaj, për cilën u investua personalisht zoti Rama, ku i kërkoi, pra kemi një tejkalim edhe të kompetencave të tij, pra si drejtuesi i ekzekutivit në Këshillin Bashkiak apo në qeverisjen vendore, duke i shkelur të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë ndarjen e këtyre pushteteve, besoj që zoti Rama do të ndjekë të njëjtin standard, se do jetë, le të themi, në koherencë me gjithë sjelljen e tij politike për sa i përket të gjithë atyre zyrtarëve të nivelit lartë, ministra apo kryetar bashkisht, të cilët janë në hetim nga prokuroria e posaçme. Kështu që mendoj